Numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 273.666 votues, apo 20.78% nga 1.316.672 votues. Deri në të njëjtën kohë, në raundin e parë, në këto 18 komuna, kishin votuar 25.33%, ata që nuk mund të mbushin dhe nuk mund ta hedhin flet votimin, është i garantuar me ligjin për zgjedhjet dhe rregullore të KQZ-s. Kjo nuk nënkupton që në emër të kësaj të drejte të garantuar të abuzohet dhe në këtë kategori të tentojnë të hyjnë persona që nuk kanë aftësi të kufizuar. Në të gjitha ato raste ku ka paraqësi ose problematika të ndryshme, KQZ është duke i trajtuar në kohë me të shpejt të mundur dhe duke i dhënë zgjidhje. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 95% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 273.666 votues, apo 20.78% nga 1.316.672 votues. Deri në të njëjtën kohë, në raundin e parë, në këto 18 komuna, kishin votuar 25.33%, apo 333.489 votues. Në procesin e deritashëm të votimit kemi pasur disa ankesa për votimin me asistencë. Për hir të informimit korrekt të opinionit publik, e shohim të nevojshme të sqarojmë se votimi me asistencë për personat me aftësi të kufizuara, ata që nuk mund të mbushin dhe nuk mund ta hedhin flet votimin, është i garantuar me ligjin për zgjedhjet dhe rregullore të KQZ-s. Kjo nuk nënkupton që në emër të kësaj të drejte të garantuar të abuzohet dhe në këtë kategori të tentojnë të hyjnë persona që nuk kanë aftësi të kufizuar. Sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s, me qëllim të menjanimit të çfarëdo keqpërdorimi, është vendosur që aftësia e kufizuar e votuesit duhet të dëshmohet përmes dokumentit përkatës.